Banorët e përmbytur të Nën Shkodrës kanë arritur një marrëveshje me Bashkinë Shkodër pas një takimi që zhvilluan me përfaqësues të kësaj bashkie. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak nuk kanë marrë pjesë dhe këtë gjë do ta bëjnë në mbledhjen e radhës teksa çështja e tyre për dëmshpërblimet do të jetë rendite. Këta banorë shprehen se kanë marrë mbështetje nga bashkia. Mendohet me bën një rezolut dhe mu ul në tryezën e përbashkët me qarkun, me Këshillin e Qarkut dhe me prefekturën, po ashtu edhe në Këshillin e Bashkisë për të ndjek procedurat vendimin e qeverisë. Bashkia është totalisht me ne, sepse kena dhe antarë të Këshillit Bashkiak që ka shku ujë në plas. Arsyeja ardhjes tu është se sot Këshilli Bashkiak ka pas mbledhjen e radhës. Kemi kërkuar si të bëhet çështje ditet problemi i dëmshpërblimit të zonës së Shkodrës. Ne kërkojmë gjatë ligjme dhe kur kërkojmë gjatë ligjme, ne kërkojmë mbështetjen nga këta që janë votuar nga ky popull. Dhe ne doshim si të ishim një grup njerëzish, pjesë e Këshillit Bashkiak për këtë problem. Ulla mbështetja dhe ulla një deklarat si jemi në mbështetje kësaj zone. Ne e dim se lek nuk merren Këshilli Bashkiak, por tu pas parasysh për mos millan zgjoll politike, këtu janë gjitha partitë dhe kjo ka qenë qëllimi i ardhjes tonë, se janë përfaqësues çdo partie. Dhe thanën se do të hinë në rendin e ditës në një ditë shumë të afërt. Banorët e Nën Shkodrës që u përmbytën në 2010 dhe në vazhdimsi duke humbur shumë prej pasurisë së tyre, shprehen se nuk do të ndalin protestat derisa qeveria t'i dëmshpërblej plotësisht. Çdo kush si kërkon ta njollosin ka qëllime anësore. Ne kërkojmë gjatë ligjme dhe për këtë gjë do të ndalna. Protestat e radhës do të kenë një protest ku do të marrin pjesë me çdo lloj gjajet, me çdo lloj xhiniet dhe me çdo lloj mjeti të mujshëm. Do të bllokojmë rrugën nga Arku i Bërticës deri në rrugën e Dajçit. Qeveria e ka majt një veshor dhe shoqër karshi këtyne banorëve, të japin dëmshpërblim popullin. Ne kena pas mytje shtetit. Është pritur që banorët e përmbytur të marrin pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak, por pas një akordi me bashkinë dhe pas deklaratës së nën kryetarit Arben Gjuraj, është hyrë në mbledhjen e ardhshme pas një muaji.